Mbrëmjen e së hënës në sallën Kardinal Mikel Koliçi të Katedrales së Shkodrës u mbajt një koncert i veçantë shpirtëror me rastin e festës së Zojës së Shkodrës, pajtore së Shqipërisë, i organizuar nga Kori i Kishës Katedrale. Në ndrejtimin artistik të profesor Zev Çobës, koncerti solli një program të pasur me veprat e autorëve të mëdhenj të muzikës sakrale, si Bach, Mozart, Schubert, Frank, si dhe kompozitorëve shqiptar Tish Daia, Çeskzadeja, Simon Xhoni dhe Zev Çoba. Në skenën ngjitën kori mix, kori vajzave, si dhe solistët Niki Mjeda, Lauriana Idhi dhe Josefina Guri, të cilët sollën emocione dhe një atmosferë përkushtimi e mirënjohje ndaj figurës së Zojës së Shkodrës. Jena këtu me vazhdu përfshimjen në këto ditë kaq të gëzueshme, të lumnueshme për famullinë Zoja Shkodrës, për qytetin tonë, sepse jemi të besumt e ndërmjetësisë së saj. Kena mundësi edhe një herë me shpreh gëzimin e këtyre ditëve, gëzimin e kësaj feste, një mënyrë shumë më të veçantë, edhe pse më e veçanta ndodh për jetën tonë aty me altarin e Krishtit, ndërsa sonte ju ftojmë që përgatitni mendjet dhe zemrat të shijoni një muzikë e cila ashtu siç çdo gjë afër kishës duhet jetë e shenjtë, edhe ajo është pjesë e shenjtërisë. Muzika sakra, profesor Zefin, të cilin e falenderojmë për sakrificën, mirësinë dhe dashamirësinë që tregon për Kishën Katedrale, për çdo njërin prej nesh, e dini se çdo gjë që e ban nga zemra dhe pas një lloj interesi tjetër. Publiku i pranishëm u përfshi në një përvojë të rrallë muzikore shpirtërore, ku arti dhe besimi u ndërthurën në mënyrë të përsosur. Repertuari është i lidhur kryesisht me festën e Zojës së Shkodrës, pra ka repertuar që është në këtë kuadër, përveç repertorit që zakonisht këndohet në të tilla aktivitete, nuk mungon as kultura jonë qytetare, këngët e bukura shkodrane, sigurisht që janë pjesë e jetës së përditshme të qytetarëve. Muzika është gjuhë e shpirtit, edhe ka sjellë gjithmonë mesazhe vlerash kulturore, artistike, shpirtërore, edhe fetare gjithmonë në shekuj. Pjesë e kësaj është aktiviteti i korit të katedrales gjatë gjithë vitit liturgjik me pjesëmarrje në të gjitha aktivitetet dhe veprimtaritë që bëhen javë për javë. Sigurisht festat tilla sjellin një atmosferë të veçantë dhe rrisin edhe më tepër atmosferën festive. Koncerti i shoqëruar nga koncertmaester Merald Shtalbi u mbyll me interpretimin e veprës Zoja Shkodrës, duke lënë një ndjesi të thellë paqe dhe bashkimi në zemrat e të pranishëmve. Ky aktivitet është një tjetër dëshmi e bukur e vazhdimësisë së traditës kulturore dhe fetare që në Shkodër është prezent prej vitesh dhe që gjatë festimeve të Zojës së Shkodrës e kthen atmosferën në këtë qytet edhe më të veçantë.